Kështu që ka mundësi me vetë histori njeri pa ju ditë emrin. A ka mundësi. Edhe këtë periudhë u shfaq një person, kush o ky personi, as emër as mbjamës ka. U shfaq një person nga populli i faraonit që i kishte besu, Allahu të bëhet faraonit qysh pe myt njërin veç se on të tonë zotë është Allah. Çka të bëti ju kë? E në këtë rast tonë erdhë momentin shumë duhur për Musa'in alayhis salam. Edhe pjesë e rëndësishme e këtij tregimi. Mirë po, nuk na intereson neve emri, na intereson qëndrimi i tij, na intereson besnikëria e tij, na intereson sakrifica e tij se ka mujt faraoni më thonë edhe ti, pikati këtë fjalë, edhe pastaj me kopat. S'ka mujt mi bëfat Musa'it kur gjoni, mirë po Allah i rasuar po e nxjerr në skenë këtë person në një moment shumë të rëndësishëm pa ja përmenë me dhëmbjen. Kështu që ka mundësi me vetë histori njeri pa ju ditë emrin. Ka mundësi. Sa xhaminjat janë të mbaruar sot në përbot, ai dihet emri kush i ka ndërtu? Shumicës ju. So bamirësia janë, so punë të mëdha janë, po ju dihet emri? Si dihet. Ose më thon pak më ndryshe. Kush prej neve që nuk ka dëgjuar për Imam Abu Hanifa? Besoj. Kush nuk ka dëgjuar për Imam Malikun? Këtë kanë dëgjuar. A e njohëm nonën e Imam Malikut? Shembull, se Imam Maliku është vetë jetë jo. Mirë. Nona e këtij ka bërë histori, sepse e ka edukuar një Malik i cili pastaj u bë hoxh i këtë botës. Mirë po ka bërë histori pa emër. Sepse te Allah i lartësuar këtu detaje nuk janë shumë rëndësishme me marr mësimin e historisë. Kështu që pejgamberi alayhis salam i ka kushtuar pastaj gjithashtu rëndësi. Mirë. Pse duhet ta mësojmë historinë e pejgamberit alayhis salam? Tash vim pak më ngushtë.